ke dhe gatues. Mundësin që po. Pra, këto element e ke kapur këto. Durrësi nuk e ka. Dhe Durrësi vazhdon, pavarësisht gjithave, Durrësi vazhdon pres numrin më të lartë të turistëve. Do thënë, vazhdon të jetë kampion me shifra. Durrësi aty është. Tjetër gjë pastaj që Vlora e tjerë, po jemi akoma në Durrës. Se këta e kaluan atë fazën e ofertës për cilë një kuzhinë italiane, tjerë. E kanë arritur edhe zhvlerësuar. Ideja është tani çfarë do bëjmë për këtë zinxhirin që po na kputet dhe si e kanë menduar këtë rrugtimin në Bashkimin Evropian pa bujësinë ose me një bujësi me probleme. Unë mendoj që ne po shkojmë me një bujësi rudimentare. Madje kjo ka dhe një efekt tjetër negativ, që ne nuk po e kuptojmë, që në momentin që ne do të avancojmë në Bashkimin Evropian, janë hapur të gjithë kapitujt dhe gradualisht mbasi të kapërcejmë, shpresoj, pengesat e IBAR-it, normalisht, që tashmë kanë ngelur pengë politikës madhe e konfliktit midis drejtësisë dhe pushtetit qendror, ne pastaj do të shkojmë drejt të mbylljes kapitujve. Dhe në momentin që do të merremi me kapitujt e bujqësisë, hapi parë është fotografimi i bujqësisë shqiptare. Pra praktikisht ai do thotë më vendos këto statistikat, sa tokë ketë kultivuar, sa prodhim ketë të perimeve, sa është numri blegtorisë, ti do t'i japësh një minimum historik, sepse e ke lënë në degradim. Dhe mbi këtë bazë do llogaritën dhe kuotat e financimit. Pra, po ta shikosh, vendet si Malizi apo duke qenë të para përgatitur për këtë fazë, synuan që t'i ngrejnë statistikat. Se mbi bazën e numrit të krerëve, ti do të marrësh profesionalisht në mbështetje. Fakti që ke përgjysmuar numrin e krerëve, do të marrësh përgjysmë edhe mbështetje nga Bashkimi Evropian.